wow, qysh e mbullu me nipple piercing. Falat ta bëj një pyetje, bënia dhe ju. Këna e pargjikimi, wow, qik, çka po lyp ti këto? Po ki pargjikime edhe për pjesës të mbrëmshme të familjes. Ka dhe meshkuj shumë që bojnë nipple piercing. 56 vjet I ka bë dhe ka bë lips piercing. Përshëndetje, unë jam Ita Hoti, jam artiste e piercingave. Unë me këtë punë mirë nasi 8 vite, po ashtu e kam dënë me një farë pjesën e infirmierisë. Mu ka lidha ashtu me profesionin që me mujt me vazhdu edhe të pjesa e piercingave. Në këtë punë ja kom nis krejt rasisht, njëherë jom hi si përkthyse e gjuhës shqip turqisht, anglisht shqip. Mandej tu e dit aftësitë e mia që me pjesën e injeksioneve, infuzioneve jom kanë shumë e aftë, kom thanë pse jo me provu edhe pjesën e piercingave. Mandej kom vazhdu, jom shku në Turki, Istanbul, I kom marrë disa lajme se që shkon, që duhet, çka duhemi me bon. A dhe kom vendos atje me specializu për piercing, jam diplomu me në Istanbul. A dhe mandej, dhe ishte fati, sot e kom temën. Të në fillim nuk e kom përjetu absolutisht mirë. Qefi, okej, unë e infirmierin prapë du, më flenë me një pjesë zamrës, po për një qik e orën e komplet për një vend tjetër, jo të Prishtinës, të e pas parasysh që paragjykimet, sanet janë pak ma ndryshe, nuk është që nuk ki paragjykim vetëm për pjesës rrethit tjetër familjar ose lagjës, po ki paragjykime edhe për pjesës të mbrëmshme të familjes. Kur jom hi për herë të parë, ma kanë bërë krejt çka po lyp ti këto. Se kum pas të bëj edhe me tatuazhe, njëkohësisht bëj edhe dizajne për tatuazhe. Mandej u këna e paragjykimi, wow, qik, infirmiere, shkollë për infirmiere, qa po dënë këto? Nuk është, nuk mundesh mja dal. Pse ti këto? Vajzat e kanë pjesën tjetër, njaj estetik diçka tjetër. Po thjesht une qa ty deshta dhe qa ty shkova. Mas shumë ti që kom një për krajen ka qenë vllajem edhe I fejume jam. Që në kanë okej, ti po dënë bëne, na jem për mas teje. Mandeja nisën edhe familjarët e me, mami, babi, që okej, e kuptun se nuk është një punë që munen me ba vetëm t'hujt, munen me ba dhe pjesa tjetër, edhe femnat munen me ba. Kështu që mandej, vetëm shkova të më gjetë mbështjetën ma shumë të familjarët e me, ndërsa pjesa tjetër nuk u kanë kur më rëndësi për mua, kështu që jemi mirë, në atë aspekt jemi mirë. Fillim, unë komenu që okej, pjesën love piercing, death, këtu kanë me qenë ma prezent e belly piercing, sa është një piercing ma I thjesht. A dhe ka pas kërkesa vetëm rreth këtyne modeleve. Ndërsa kove të funit ka për taunch, pjesën e gjuhës, ka të pjesa vetullës, ka të dermal back piercing, ka kërkesa shumë. Nipple piercing që sa më kishë pyeti mu para 5 viteve se a ka persona që kërkojnë nipple piercing, të kisha thënë me plot kuptimin e fjalës jo. Nuk ka as femna e meshkuj që nuk kisha ardhur në shprehje hiç. Ndërsa tash është krejt e kundërta. Ka dhe meshkuj shumë që bojnë nipple piercing. Ka dhe femna, po tash është pjesa tjetër që edhe meshkuj ka. Moshat madhore u kanë që u ardh 56, po 56 vjet I ka bë dhe ka bë lips piercing. Nisan që shumë pak mundet me ndodhë në Kosovë. Nuk po të flasë për persona që janë le, janë rrit pjesën e Evropës, edhe e kanë ma të letë, se shohin pak ma shumë, kanë pa pak ma shumë. Ndërsa, me moshën 56 vjetë, me nejtë vishë në Kosovë, edhe me ba u kanë për mu, wow. Edhe tjetra, të e pas parasysh që na gjithë I shohim gratë e bulume, menojmë që ato nuk kanë drejtë sen, ato nuk bajnë sen. Jo, nuk është ashtu. Kam super vajza, gra që janë shumë mira, janë shumë qillë, janë mbulume, edhe bojnë piercing. Bojnë pjesën e veshve, bojnë nipple, bojnë belly, që është krejt mëse normale. Tu I qenë që nuk kam pas shumë informacione rreth shamijës ose drejtave ose ritualet se çush I kanë, kur ka kërku personi nipple piercing, më thanë, okej, thash, falat ta bëj një pyetje, a bëni edhe ju? Se për mua kanë pak ma, wow, qysh e mbullu me nipple piercing. Po nuk është ajo çka na shohemi ose na menojmë. Është komplet tjetër çka. Shumë mirë. Kohëve të funit e ka një kërkesë për du eyebrow piercing si bejti.
shumica vinë me foto bejtis, a dhe thojnë pëdu fiksi bejti, ja. Bile shpesh unë e bëj hajgore, tham, dhe gja, po tjetër forme ka synin edhe vetullën bejti, ndryshe ki ti. Po, pa tjetër që e bojmë. Edhe, si që të regova për dërmal, është Dafina Zeqiri, ikona. Çdo herë, div. Vinë me foto Dafinës, pëdu fiks që shto.